Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me 5 shenja për të kuptuar nëse keni një shpirt të vuajtur. Këtë do të ndaj në 2 pjesë. Pjesën e parë do të shpjegoj kush është me të vërtetë çfarë kupton me shpirt të vuajtur dhe pjesën e dytë 5 shenjat. Le të fillojmë. Ajo që ka të bëjë me shpirtin e vuajtur është një lëndim që e kemi në thellësi për atë që ne jemi. Nuk ka të bëjë që ndoshta keni ndonjë dhimbje dhe ju e tregoni që më dëm këtu. Pra nuk është kjo shpirti vuajtur, por është një kompleksitet vuajtjesh për të cilën ndikon në qenien tonë nga ana mendore, nga ana fizike dhe nga ana shpirtërore. Që e dini që jemi nga ana mendore, e dini këtë sepse është jeta jonë dhe kështu kemi jetuar të një anshëm, ndryshe quhet dhe energjia maskullore, pra që është bëj. Nga ana fizike është trupi që ne e shohim dhe kujdesemi nga ana e pamjes së jashtme dhe që të gjithë e dini, se këtë e dini. Është në mënyrë pilote, është zakoni jonë, pra të kujdesemi nga pamja jashtme. Pra është trupi fizik. Ashtu sikurse nga ana shpirtërore, është brendësia jonë që nuk e shohim me sy tanë, ndryshe quhet energjia femërore dhe është energji magnetike që të rresh. Deri tani, kur unë po flas për shpirtin e vuajtur, do të thotë që të treja këto, mendërisht, fizikisht dhe shpirtërisht, është një kompleksitet vuajtjesh për të cilën na bën ne që jo vetëm që ndjehemi pra jo mirë me veten tonë pa energji, të këputur, ose nuk arrim dhe përpiqemi dhe përsëri nuk arrim dëshirat dhe ëndrat tona me lehtësi për të jetuar jetën, se jeta është një mrekulli, gjithçka ka, çdo gjë ekziston në këtë. Boll që marrin frymë është jeta jonë, është e drejta jonë për të jetuar në këtë tokë. Gjithsesi, është dhe mënyra se si ne, pra shpirti vuajtur, mënyra se si ne sillemi me të tjerat. Gjithsesi, të kuptoni që kjo dhimbje është me të vërtetë që për të gjithë ju, shpirti vuajtur do të thotë tjetër që ndjehet në palcën tonë, pra në palcë ndjehet. Dhe si për ju që keni eksperimentuar me të vërtetë gjatë jetës tuaj, le të themi humbjen e një të dashuri për të cilën u shua ëndra juaj. Dhe kur flas për të dashurit, pra mund të jetë çdo person, pra që keni humbur, por ndërkohë edhe thyerje, le të themi edhe nga ana e zemrës tuaj, pra zemra juaj u thye e tjera. Ashtu sikurse për çdo gjë. Nuk e kam fjalën për botën e dhimbje nga ana e botës së materjes. Në këtë rast po flas për dhimbjet me të vërtetë që ndjehen në palc, është humbjet që ne kemi për të cilën u shua ëndra jonë. Pra që ndjehet dhe përsëri ne jetojmë dhe ne do të jetojmë, por ne nuk e kuptojmë që këto dhimbje janë në palc në trupin tonë. Mësoni që në këtë rast kërkohet nga të gjithë ne dhe është një mrekulli që në këtë kohë, ashtu sigur shërova unë të shërojeni dhe ju, dhe ky është misioni im që t'ju ndihmoj sadopak për t'ju lehtësuar në dhimbjet tuaja, sidomos të gjeneratës time, se ne kemi dhimbje, i ka qenë roli viktim, niveli ulët i ndërgjegjësimit dhe shumë gjëra ne nuk i dinim dhe ishte dhe turp të pyesje të tjera, por gjithsesi dhe të roli viktim, sidomos me energji të ulta do të thotë emocione, energji, emocion, drivjet tona, dhe në këtë rast është që ne nuk ndjenim këto, por ne pra e humnim mendjen ton, pra në këtë rast duke vazhduar me mendje se atë dinim, duke u marrë me show, me televizor, me çfarë ju kaloni gjatë ditës, ashtu sikurse dhe unë, dhe pa e kuptuar që gjatë rrugëtimit të eksperiencës së jetës tonë, përsëri ne saj që ktheheshim në shtëpi, ne ndjenim dhimbshmëri, ndjenim pra diçka nuk shkon.
Gjithsesi doja u jap në vazhdim. Tani çfarë ndodh? Që të gjithë ne jemi këtuar që do të lidhemi me veten tonë dhe prandaj jeni këtu. Pse? Sepse shpirti ka arritur në një pra fatkohor që ka marrë shumë mësime, sidomos për gjeneracën time, të shekullit, pra të viteve 50 deri në 90, sepse ne jemi edukuar dhe në regjim komunist, dhe ne kemi dhe frikën në palës. Gjithsesi kjo frikë ekziston dhe sot. Vetëm një thjesht, po ju them, vetëm me politikën ju keni frikë se humni vendin e punës. Pa lëm pastaj që punojmë për të tjerët dhe keni ju shfrytëzojmë pra me kohë më të gjatë, edhe që nuk do, por nuk thua dot, jo, sepse ke frikë se unë bejt vendin e punës dhe thua shqyr që e kam. Gjithsesi, kjo është që ne bëjmë si duan të tjerët, pritshmërinë e të tjerëve, sepse kemi këto dhimbje në brendësi që nuk na lën të ecim përpara. Gjithsesi, ajo që kërkohet është duke u lidhur me veten tonë, ne do ta njohim këtë dhimbje. Kjo është që të gjithë jeni këtu, nga vjen kjo dhimbje. Që të gjithë i dini, izolim, shqetësim, pengesa, blokada, që të gjithë i dini, ashtu si kurse do unë. Ndërkohë është që ne do ta njohim, me qëllim, pra në fillim do ta njohim, dhe sigurisht shpirti juaj ju ka njohur se kush është dhimbja juaj. E para. Tjetër, ne do të hyjmë duke u lidhur me veten tonë, hap pas hapi duke përdorur rigjenën e shpirtit, dhe prandaj jeni në këtë video, ne do të pranojmë dhe në momentin prezent çfarë na sjell trupi, pra ne do të lidhemi me trupin tonë, çfarë na sjell trupi në momentin prezent. Ajo ku ju e ndjeni në trupin tuaj, çfarë do lloj shenje, çfarë do lloj emocioni që ju vjen, apo fjalë, mendim, ajo është që duhet ta njihni dhe do të hyni në rrënjët e saj, sepse duke njohur nga ju vjen, kush është shkaku, shkaktarit janë shokët tanë, se prandaj jeni këtu, kjo do të na hapi rrugën që ne të shërohemi dhe sigurisht ne do të dalim nga tuneli i zi. Pra nga dhimbjet që ne kemi, nga shpirti i vuajtur, dhe kjo do të ndodhi një hap në çdo kohë. Vetëm atyre, ju sigurisht jeni këtu, ju jeni gati dhe ju që të gjithë jeni të lidhur, sepse jeni lidhur me energjinë, me shpirtin tuaj, jeni bërë të vetëdijshëm, por dhe në qoftë se jeni në fillim, përsëri të kuptoni që në qoftë se rezoloni, mos u shkëpusni, jo për mua, sinqerisht jo për mua, se unë ju motivoj, çfarë do lloj të dëgjoni nga të tjerët ju motivojnë, por jeni ju që do të lidheni me brendësinë tuaj, se ju i keni dhimbjet në trupin tuaj. Prandaj këto që po tregoj i kam kaluar dhe unë, i kam patur që të gjitha mrekulli dhe do t'ja u tregoj hap pas hapi. Nuk mund të gënjej që ndoshta ndjehet një proces i zimit i vështirë, pra ka vështirësi, ka pengesa, por të jeni të sigurt që është çdo gjë jeni në rrugën e drejtë, vetëm ecni hap pas hapi, pranojini veten si jeni, si ndjeni në këtë moment, edhe nëse jeni me dhimbje. Nuk ka gjë, mos e gjyko veten, pranoje, jepi vetes që je mrekulli dhe tuaj vetes që dhe kjo do të kaloj, është mantra, dhe kjo do të kaloj, se do të kaloj. Pra, si zemra punon, jo në një vit të drejtë, se ndryshe nuk do të jetonim, po zemra punon me intervale, edhe kështu është dhe jeta jonë. Stinët, erës pranver, erës verë, vjeshta tani që kemi ju në vjesht, dhe në dimër dhe vjeshta dhe dimri na ynë që të bëjmë akoma më të vetëdijshëm, të bëjmë akoma më të mençur, sepse jemi të lidhur, jemi në shtëpi, natët janë më të gjata, dhe natët janë që janë edhe në brendësi të trupit tonë, sepse nata përfaqëson nënën, edhe po ashtu edhe brendësinë e trupit tonë, pra energjinë femërore, këtë energji që është rrejse, ndërsa mendja është përfaqëson ditën, përfaqëson diellin, dhe është energjia maskullore që ne do të jetojmë në këtë jetë, ne do të bëjmë diçka, por tani duke njohur dhimbjet e shpirtit, pra a jeni shpirti vuajtur apo jo, sigurisht gjeneracia ime këto i ka, sepse ka qenë niveli i ulët i ndërgjegjësimit, ndërsa tani jemi në një afat kohor për të cilën ne i ndjejmë tani, dhe kjo është ne do të vazhdojmë të
shërojni. Por edhe pse është i vështirë, pranojni që është për të mirën tonë, jeni në rrugën e drejtë, nuk jeni vetëm, që të gjithë ne kemi patur, ne jemi ëngjëj, unë jemi ëngjëj, sepse ashtu kemi ardhur, fëmijët tua janë ëngjëj të tjerë, që të gjithë, vetëm ne si gjeneraca e shekullit 20, pra vitet 50 deri në 90, ne kemi bagazhet e vjetra të skaluarës, dhe në këtë rast unë do t'ju tregoj 5 shenja, pjesa e dytë, për të cilën të kuptoni që i keni këto shenja, dhe nëse po, sigurisht që ju do të vazhdoni misionin e shpirtit tuaj, që t'ju ndihmoj që të dilni nga tunelizi, të dilni në dritë, të arrini në veten tuaj kush ju jeni në të vërtetë, dhe që të gjithë ne ndihmohemi, është afatikor, informacioni është më i shpejt, në këtë moment ajo që ndjeni është dhimbjet, i ndjen trupi fizik, pra dhimbjet që mund të ndjeni zemra, shpatullat, kockat, apo sëmundje të ndryshme në brendësi të trupit tuaj, por të mësoni një gjë, edhe në qoftë se vizitoheni, në qoftë se analizat ju dalin mirë, do të thotë që ju jeni zgjuar. Dhe në qoftë se ju përsëri i keni hyrë në këtë video edhe nuk ka rëndësi arsyeja juaj, është që ju energjia juaj është ndjerë, sepse ne jemi qenie me të vërtetë të ndjeshëm, dhe shumë të ndjeshëm ju që ndiqni këto video, dhe sigurisht jeni lidhur dhe me energjinë, dhe në këtë rast është që ne do të arrim në harmonizimin mendje edhe shpirt, në identitetin tonë, në vlerën tonë, në atë që jeta jonë është, jo vetëm që do t'jemi në paqen tonë të brendshme, por dhe pse në këtë kohë ka trazira, ka ndryshime, dhe nuk janë pa qëllim, nuk janë pa shkak, çdo gjë bëhet që ne do të ecim akoma edhe në një drejtim hynor, me të vërtetë, të bukurisë e jetës, kur të gjithë jetojmë të lirë në paqe, në dashuri. Kjo është dhe për ju, dhe tani shenja e parë, a ndjeni të mbërthyer, a ndjeni që diçka me ju, edhe pse kërkoni dhe doni të ecni përpara, përsëri diçka e padukshme në brendësi të shpirtit tuaj ju mban mbrapa, dhe kjo ndoshta reflektohet në marrëdhëniet tuaja, në çdo lloj marrëdhënie familjare, shtëpiake, apo me shoqërie të tjera, ndoshta e ndjeni që marrëdhëniet midis vetes dhe të tjerëve nuk janë pra si ti i dëshironi ti, pra ndjesh i mbërthyer, ndjesh i bllokuar, ndjesh i mbyllur e tjera. Tjetër është ndoshta e kuptoni që ka të bëjë me rritjen tuaj personale, pra ju doni të ecni përpara, prap diçka ju bllokon nga ana e vetes, pra keni ngecur, doni të ecni përpara, por përsëri nuk mundeni. Tjetër ndoshta jeni në një për rreth vetes tuaj që nuk thyet diçka, edhe pse është larg ëndrës tuaj, pra ju qëndroni, kam çdo lloj marrëdhënie, apo puna, apo vazhdoni të rrini me sëmundje, ndoshta dhe me vite, dhe përsëri jetoni, po nuk jetoni, dhe shpesh qetësojeni, jeni, pra doni të ecni përpara dhe përsëri jeni të varur e tjera. Të gjitha këto të kuptoni që ndoshta i keni, nuk është se kanë ardhur për një herë, janë kompleksiteti i vuajtjeve tona, që në fillimet e jetës tonë, pra që në fëmijëri biles për një pjesë, që në zorët e nënës, pra si ka që nëna jonë, kur ne jemi ushqyer në qelizat e saj, pra kujdes që atyre kanë filluar dhimbjet tona, dhe sigurisht jo se prindrit tanë nuk në kanë dashur e tjera, por niveli tyre i edukimit, apo atë që dinin ata, për atë kohë ata ishin mirë, por për ne ishim në një nivel më të lartë, kur u arritëm pra si fëmijët e tyre, por përsëri ne morëm gjërat e tyre, dhe në këtë rast janë bagazhet e vjetra për të cilët ne i morëm me vete dhe i kemi reflektuar në shoqëri. Dhe kjo, pra kudo në çdo marrëdhënie, dhe kjo është që ne na mban të mbyllur, të bllokuar, pa e ditur që diçka në thellësi na bën që të mos ecim përpara. Mësoni që çdo ditë të jetës, që edhe pse ne kalojmë, edhe pse ka në çdo aspekt të jetës që kemi ndjetë, pra ndjeni që është e zbet, ndjeni që jeta
Pra nuk ka një drejtim, ndjeni që jeni të pa motivuar ose të bllokuar të tjera, kjo nuk ka të bëjë me atë që është vetëm që ti je shkëputur nga të tjerat. Pra nga ana fizike, në asnjë mënyrë kjo ka të bëjë me atë që kjo shkëputje vjen sepse ne kemi bagazhet e vjetra që i mbajmë në këtë trup dhe mbi të gjitha të kuptoni është një peshë e rëndë e dhimbjeve për të gjithë ne. Dhe kjo është jini të vëmendshëm sepse me të vërtet ajo që kërkohet është shpirti për çdo lloj që ne kemi kaluar, shpirti tani kërkon që ne të kthehemi në bazën tonë, ne të vim në fuqinë tonë, ne të rikthejmë fuqinë tonë. Dhe për këtë që të gjithë ju që jeni të ngecur, që të gjithë ju që jeni të bllokuar, dhe pse kërkoni të ecni përpara, duhet të jeni të vëmendshëm në këtë kohë. Pra me shpirtin tuaj, të uleni me veten tuaj, të krijoni, të lidheni me trupin tuaj, çdo ditë me trupin tuaj, pra nëse ju doni që me të vërtetë të liroheni nga këto blokada, nga kjo bagazh i thellë, nga shpirti juaj pra i dhimbjes, shpirti vuajtur, me qëllim që ne do t'i njohim, ne do t'i njohim këto, sepse duke i njohur, ne fillojmë shërimin. Dhe një mantër që është, unë do të vazhdoj të ndjek rrugën e shpirtit. Pra kjo është mantra, unë do të ndjek rrugën e shpirtit dhe ndiqe shpirtin mrekullis, se shpirti juaj ju do më shumë. Mjaft qëndruat me zhgënjime, me blokada, me zënje të tjera. Ndërkohë është duke qenë të vëmendshëm në thellësitë të trupit tonë, se çfarë vjen në trupin tonë, është që ne do të fillojmë, jo vetëm që ne do të shërohemi, por ne duke i pranuar këto lloj dhimbje, pra duke i pranuar, ne do të hyjmë në thellësi, ne ndihmohemi, ne nuk jemi vetëm. Pra në momentin që ju i dorëzojeni shpirtit, shpirti juaj ju drejton se çfarë të bëni, pra ju jeni të hapur në univers, dhe në këtë rast duke hyrë në rrënjët e dhimbjeve tona, ne do të arrijmë që do të na hapen rrugat, dhe kjo na bën që ne që të gjithë do të dalim në tuneli i zi, një hap në çdo kohë. Pra procesi i shpirtit është hap pas hapi, duke qenë të vëmendshëm për atë çfarë shpirti ju sjell në momentin tani, nga tani, për atë se kush është dhimbja juaj, me atë që ju jeni tani, ky është shërimi i shpirtit tuaj. Duke filluar nga tani, jeni të vëmendshëm çfarë ju sjell trupi juaj. E dyta është që ne shtiremi, pra hiqemi dhe kemi që të gjithë një lloj pretendimi që ne jemi të lumtur. Që do të thotë që të gjithë ne kur dalim jashtë, pra në botën jashtë, ne bëjmë veten që jemi të lumtur, ndërkohë që ne ndjejmë që diçka në brendësi të kudo në çdo marrëdhënie diçka nuk shkon. Por të jeni të sigurt që kjo shtirje e lumturisë, që për shembull kur shkojmë në punë, apo me njerëzit tanë, apo në qetemi, pra sforcojmë të qeshurën, apo bën gjëra që ja, unë jam mirë, e të tjera, gjitha kjo nuk bën gjë tjetër veç se pa e kuptuar, ne e kemi loptuar shpirtin ton, ne e kemi lodhur shpirtin ton, ne e kemi bërë energjin tonë të shkoj dëm. Pse? Sepse jetohet me mask, jetohet me pavërtetësi, që do të thotë që të gjithë e kemi këtë, që të gjithë ne gënjejmë njëri tjetrin, dhe që të gjithë ne e dim këtë. Ne e dim këtë, sepse kur kërkom dim, për atë që ju kemi arsye, ju e kuptoni që gënjejmë, po mos harroni se dhe ju gënjeni, se jo pa qëllim ndodhin gjërat si ndodhin në këtë kohë. Pra, çfarëdo lloj, kudo në çdo lloj marrëdhënie, nuk është e thënë, ju mund të jetoni në një marrëdhënie dhe gjatë, dhe jetohet sidomos marrëdhëniet tona të gjeneracës time, viteve 50 deri në 90. Ne kemi patur marrëdhëniet, por si kanë qenë? Që të gjithë e dini ku ju pikon. Unë nuk do të hyj për këtë, por ta dini që në këto marrëdhënie ka pavërtetësi. Pse? Sepse ne jemi të lënduar. Dhe duke qenë të lënduar, ne pa e kuptuar lëndojmë njëri tjetrin.
pra jetojmë me pa vërtetësi, sepse bazën e ka kontrolli jetës, që do të thotë frikë e humbjes marrëdhënies, frikë e humbjes punës, frikë e angazhimit për të bërë diçka e të tjera. Gjithsesi, të kuptoni që kjo e gjitha ju vjen që nëse ndjeni të keq kuptuar, nëse ndjeni të izoluar në marrëdhënien tuaj apo të vetmuarit të tjera, ajo që ju kuptoni është, ndërsa jashtë iqeni si të lumtur, dhe kjo është një nga mënyrat që shpirti pra është i vuajtur, brenda ku ne kthehemi, ne jemi të lirë, se jemi në shpirt, pra jemi të lirë, dhe aty ne e ndjejmë se si është jeta, se si është e vërteta e asaj që ne po kalojmë, se çfarë janë emocionet tona, përse ne ndjehemi si ndjehemi, që të gjithë e dini se jeni unik, pra të izoluar, të vetmuar, edhe pse jemi në marrëdhënie të tjera. Mësoni që e gjitha kjo të rrep për ne, në qoftë se i keni këto gjëra, është ndjeni pra që jeni të shkëputur vetëm e vetëm me njëri tjetrin, sepse ne gënjejmë. Dhe kjo është që ne nuk kemi marrëdhënie të mira. Ajo që na bën është kjo lloj mënyre që jashtë ne hiqemi, pra si kur jemi të lumtur dhe brenda ndryshe, kjo lloj mënyre është që ndodh tek të gjithë ne, sepse ne përdorim mekanizmin e mbrojtjes. Pra mekanizmi i përballjes së jetës. Dhe duke përdorur maskën, pra lumturin, ne nuk bën gjë tjetër, veç se është me të vërtet për të gjithë ne strategji mbijetese. Dhe është gjuna, sepse jeta është një mrekulli për ta jetuar me vërtetësi. Sa më shumë ne të jetojmë me vërtetësi për jetën, duke filluar nga tani në këtë moment, për të treguar të vërtetën e asaj që ka ndodhur me ju, për ta pranuar pa gjykim, pa kritik, aq më shumë ne do të hapim zemrën tonë, sepse ne gënjejmë se ne jemi me zemër të mbyllur. Po a e dini që kjo zemër e mbyllur është astrale, që do të thotë është energjia femërore të rreqe, dhe ne jemi lidhur me këtë univers të bollshëm. Kjo energji shkon në energji maskullore në armoni, për arsye sepse atë që ne ndjejmë që është misioni dhe drejtimi për të gjithë ju unik, ne do të në atë që ne ndjejmë, ne do të vazhdojmë të flasim, të mendojmë, të sillemi, të krijojmë zakonet tona, dhe kjo është që na krijon identitetin ton. Pra të mos jetojmë më me atë maskën në fytyrë. Dhe tani pyetja është, a mundemi ta heqim maskën, pra të mos jetojmë më me pavërtetësi, për të shtirur që jemi të lumtur, po mrekulli. Ne do të ulemi me veten tonë, se këtë maskë e kemi që të gjithë. Pra mos i shikoni se të ndryshoni të tjerët, ju nuk ndryshoni të tjerët, ju do të hyni në veten tuaj, me qëllim, sepse që të gjithë dhimbjet i kemi në trupin tonë. Dhe në këtë rast, duke ndjer trupin tonë, ne jemi të lirë dhe përdorni këtë mantër. Unë i pranoj të gjitha ndryshimet ashtu si plani hyjnor i shpirtit tim më të lartë i ka programuar. Dhe duke bërë këtë, ju jeni të gatshëm, ju ndihmojeni për atë që ju doni, ecni hap pas hapi, ju nuk mund të nxitoni asnjë gjë. Asnjë gjë nuk mund të nxitoni, çdo gjë do të vinë në kohën e vet dhe në momentin e dur, asnjë minutë para, asnjë minutë mbrapa, në momentin kur ju do të ndjeni që do të merrni frymëlirshëm, pra ju do të liroheni nga të gjitha ndjenjat që ju vinë në trupin tuaj, në dhimbjet tuaja. Dhe kjo është që sa më thellë ne do të hyjmë në brendësitë të trupit tonë, ne do të shkëputemi nga ajo të qenurit tek të tjerët për treguar lumturinë, ku në vetvete ndjehet që diçka në brendësi është e padukshme. Pra kjo na bën që ne të arrijmë të shërojmë veten tonë dhe të arrijmë në veten në të vërtetën tonë. Pra ne do të heqim dorë nga të shtirurit i lumtur për të hequr me të vërtetë pa gjykim, pa kritik, thjesht ne do të vazhdojmë të pranojmë me vërtetësi dhimbjet tona, të mësojmë prej tyre,
ti falim, ti japim mirësi dhe të vazhdojmë përpara. E treta është që humbja e qëllimit të drejtimit të jetës. Mësoni që kjo në qoftë se ju e ndjeni që kudo në çdo lloj marrëdhënie pra ka humbur qëllimin drejtimit të jetës, pra nuk dini se çfarë të bëni, edhe pse kuptoni që diçka nuk shkon, kjo është një dhimbshmëri e brendshme. Pra e kemi në brendësi. Pse? Sepse kjo zemër për sa kohë rri e mbyllur, jo vetëm që na sjell probleme, që na largon me njerëzit, pra edhe në qoftë se jeni edhe në marrëdhënie romantike të tjera, pa thënë pastaj në gjithë universin ton, por është dhe ajo që ju ndjeni që jeni, pra nuk ndjeni të motivuar, nuk ndjeni me qëllim për jetën tuaj në çdo lloj marrëdhënie. Mësoni që kjo nuk ka të bëjë me atë që çdo lloj zgjedhje që ne kemi bërë në jetën tonë, apo që marrim hapa për të ardhmen, nuk ka të bëjë me këtë. Kjo ka të bëjë me atë që ndjehet në thellësi, pra shpirti jon i është i vuajtur dhe në këtë rast ndoshta ju e kuptoni tani që jeta juaj ka ndryshuar. Pra nuk është më ai qëllimi që ju krijuat në kohën tuaj. Pra ndjeni që pra si thua shpirti jon ka marrë mësime se ky është qëllimi i shpirtit. Pra ne vim në këtë tokë, jemi të mishëlluar, ne erdhëm në këtë tokë si fëmijë, ne ndihmohemi nga nëna, pa nga ato që na rrisin ne, ashtu sikurse ne vazhdojmë në shkollë, edukohemi nga mësuese apo edhe me radhë në punë me kolegët të tjera, sipas eksperiencës së jetës tonë. Pra këto janë marrëdhënie që ka krijuar shpirti me të tjerë, se kjo është që të gjithë e kemi këta, por se si janë këto, janë me lëndime apo pa lëndime, sigurisht në qoftë se ju keni një shpirt të vuajtur, ne jemi të lënduar. Pra çfarë do ju i ndjeni dhe në këtë rast që është edhe që ka humbur qëllimi. Mësoni që jeta juaj ka ndryshuar, ndoshta i ndjeni nga ana personale, pra që nuk jeni me të vërtet atë që ju ndjeni që është e juaja, ashtu sikurse është që e kuptoni që nuk po jetoni në çdo lloj marrëdhënie ku jeni, nuk po jetoni ose nuk po bëni atë që është e vërteta ju, pra atë që është, pra nuk po jeton me të vërtetën. Mësoni që në momentin që ndodhin këto gjëra, pra që edhe bazën e ka që është zemra e mbyllur, pavarësisht zemra nuk është komplet e mbyllur, sepse ne marrim ajër. Kjo zemër na mban 24 orë, por është që ne kemi emocionet në zorët e barkut, sepse këtu janë marrëdhëniet tona, në zorët e barkut janë e kaluar ajo që ne jemi nga që në bark të nënës ne kemi bindje, varet si ka qenë fëmia, unë nuk do të nëna juaj, si ka qenë gjendja e prindërve tuaja kur ju ishin në bark të nënës, janë sjellje tjera apo gjatë rritjes sonë në fëmijëri e me radhë. Gjithsesi unë nuk do të hyj në detaje, unë po të tregoj që a keni shpirt të dëmshur dhe prandaj po jap disa shenja që në qoftë se i keni të lidheni me veten tuaj, shkoa, ju ndihmojeni dhe ndërkohë është që në qoftë se jetoni jo me të vërtetën e vetes tuaj, kjo ju bën që ju nuk jeni në gjendje, nuk dini se çfarë doni të vazhdoni në jetën tuaj, nuk dini se si të prezantojeni në këtë pra në tokën në realitetin ku ne jetojmë. Dhe kjo ju bën që të ndjeni të bllokuar, të ndjeni të penguar, të ndjeni të izoluar e të tjera. Gjithsesi, që të gjithë ne kemi ëndra, që të gjithë ne jemi të motivuar, që të gjithë ne kemi një qëllim, por pyetja që të gjithë të pyesni pse nuk i arrini. Dhe në këtë rast është që të gjithë këto ne nuk i arrim sepse ne nuk jemi në identitetin tonë, ne nuk jemi në veten tonë. Përderisa ne kemi frikë, përderisa ne kemi konfuzion, përderisa ne kemi pengesa, ne nuk jemi në veten tonë. Prandaj bëhet fjala që duke u lidhur me veten tonë, ne do të lidhemi me identitetin, ne do të krijojmë gjërat tona, fjalët tona, zakonet tona, sjelljet tona, mendimet tona dhe këto na krijojnë identitetin dhe duke krijuar identitetin krijojnë vlerën tonë. Duke krijuar këto ne do të hapet zemra, se është identiteti jonë, vetja jonë, hapet zemra, kjo zemër, ky trupi mrekullueshëm duke krijuar harmonimin dy energjisë mashkullore mendja dhe energjisë femërore që e kemi që të gjithë femër mashkull,
është që duke krijuar, pra duke u lidhur me veten tonë, është që ne do të arrim edhe në qëllimin dhe në drejtimin e jetës, sepse hapet zemra. Pra edhe kjo zemër, ky trup ka informacionin, ky trup ka energjin, ky trup ka mençurinë. Pra do të thotë mendje, trup fizik dhe shpirt. Duke i sjellë në armoni, ne fillojmë të jetojmë jetën me qëllimin tonë, me atë që na kënaq ne. Pra ne nuk do të bëjmë më gjërat si prek shoqëria, apo të lëmë veten mbas, pra të bëjmë më tepër për të tjerët dhe ta lëmë veten janë. Këto ne do t'i me lidhjen tonë, me trupin tonë, ne do t'i lirojmë dhe kjo është sa më shumë ne të lidhemi me shpirtin tonë, hap pas hapi, çdo ditë nga një gjë, atë që të kënaq ty, bëje, ajo do të krijohet zakoni jot. Do të sillesh mirë në marrëdhënien tënde, do ta krijosh marrëdhënien, filloje ashtu si ti e do, jepe, fillo vepro, sillu mirë me fëmijët, me partnerin, nëse kërkon të krijosh marrëdhënie të mirë, por mos harro ta lësh veten pas dore. Lidhu me veten tënde, jepi kohë vetes tënde, sepse që të gjithë ne i kemi këto pra shkëputjen nga vetja jo, nga identiteti jo, nga vërtetësia jo, siç tregova deri tani, dhe që jetoni pa një qëllim në jetë. Pra ndjeni që doni të bëni një jetë të mirë, por nuk arrini, atëherë lidhuni me veten tuaj, dhe kjo ju bën që ju sa më shumë të lidheni me veten tuaj, ju do të lidheni me zemrën. Në momentin që ju doni veten tuaj, mjaft bë për të tjerët, mjaft e harxhuat energjinë për të tjerët, ju do të krijoni dashurinë në veten tuaj. Në momentin që krijohet dashuria në veten tuaj, ju do të vazhdoni procesin, bëhet më i lehtë, ju merrni sinkronizime, ju merrni nga çdo lloj shenje në tokë dhe në qelë që ju shikoni, se ju drejton shpirti. Dhe kjo është që ne nuk jemi vetëm, dhe ju e dini këta. Lutjet tuaj janë ato që shpirti juaj ju drejton. Lutja juaj, nëse ti ndje në trupin të dhimbje, zemra të rreth, aty është blokada, shpatulla të dhem, aty është blokada e energjisë. Nuk e pse ke frikë, thjesht po punon shpirti juaj. Pra jeni në rrugën e drejtë, besoj në shpirtin tënd se shpirti juaj ju do më shumë se kur. Dhe kjo është ju do të arrini të përmbushni veten tuaj, të jetoni me qëllim në jetën tuaj dhe me gëzim. Me veten për rreth dhe sigurisht çdo individ është unik. Tjetër vetmia, shenja e 4, vetmia me rrënjë të thella. Ndoshta një person që të gjithë e dini, pra dhimbja e shpirtit të vuajtur, ndoshta një person që ndihesh i vetmuar dhe nuk ke me kë flet. Tjetër mund të ndihesh që je shkëputur nga të tjerët, ashtu sikurse edhe pse je në marrëdhënie, pra ndihesh i vetmuar. Pra kujdes, në këtë rast ka të bëjë me të vërtetë që është shpirti i vuajtur. Ndërkohë kjo nuk ka të bëjë që ju jeni të shkëputur fizikisht, se faktikisht ti po jeton, ti ke njerëz, por ti ndjehesh e vetmuar. Dhe kjo është me të vërtetë që është një pengesë e padukshme që është në brendësi të vetes tonë. Kujdes, kur ju ndjeni të vetmuar, me të vërtetë ju keni emocionet bllokume në zorrët tuaja dhe më besoni ndjeni të pakënaqur, të zemëruar, nuk keni falur e të tjera, dhe kjo është që me të vërtetë ju bën që të ndjeni të vetmuar. Tjetër është kështu, ju mund të jeni kujdesa, ju mund të jeni që në çdo lloj marrëdhënie, edhe pse si ndjehesh i vetmuar dhe pse je me njerëzit, për shembull me një grup shokësh, përsëri ndjenjat tuaja nuk janë, edhe pse je i shoqëruar me një grup shokësh, ose në familje, ndoshta keq kuptoheni, pra nuk e ke me atë kuptim, atë që thua, po përsëri keq kuptohesh dhe të vjen ajo që ndjehesh i vetmuar e tjera. Ashtu sikurse kjo e ka bazën, shënim, kjo e ka bazën, sepse kujdesa është që marrëdhëniet për të cilën ne kemi patur, pra jemi rritur, dhe kemi parë dhe kemi patur me njëri tjetrin, nuk kanë qenë të mirëfillta.
pra gjatë gjithë kohës. Ndoshta që fëmije deri edhe në marrëdhëniet tuaja, sepse asgjë nuk vjen për momentin, pra patë një grindje dhe tani erdhi këto, janë hapasapi, janë të gjitha gjërat stresore, që vjen një moment që shpirti bërtet, sepse ka kaluar shumë, ka marrë shumë mësime. Tjetër është që ndoshta e kuptoni që nuk i përkisni, e ndjeni që nuk i përkisni pra shoqërisë, dhe në këtë rast kudo që të jeni nuk i përshtatesh. Ashtu sikurse edhe nëse je në një ambient, qoftë dhe brenda familjes, prap keq kuptohesh. Pra që të gjitha këto janë që tjetër është ndoshta që të gjithë gënjejmë, dhe kjo është, ne gënjejmë njëri tjetrin se bazën e ka frika, e ka gjykimi. Pra ne vëmgishtim këtë të tjerët dhe kjo është ato dhimbje që ne kemi, tjetri e ka fajin dhe mos shikojmë. Po të kuptoni një gjë, kur ju ndjeni të lënduar, edhe atere kur pa shkak të ka lënduar dhe ti ndjesh i lënduar, do të thotë që je i lënduar. Prandaj, kujdes. Në qoftë se ti ndjesh e lënduar, nuk është se është tjetri. Dhe ai, se ne gënjejmë njëri tjetrin, ne gjykojmë njëri tjetrin dhe nuk shohim në veten tonë. Ne dim që ne jemi, unë jam më mirë se tjetri. Kjo është që jemi pra në roli viktim, i kemi marrë me vete, pra t'jemi dikushi, të shtym tjetri nga puna, mundësish unë, pra me gënjeshtra të përfitojmë gjëra, dhe i dini se sistemi shoqërisë tani ju jeni bërë të vetëdijshëm, manipulime, gënjeshtra, mashtrime, korrupsione, jo vetëm në sistem, pra ndaj ka kriza, por këto janë edhe tek ne, sepse në fund të fundit ne kemi krijuar këtë shoqëri. Krijesa nuk e ka krijuar, krijesa i na ka dhuruar këtë tokë të mrekullueshme që është e bollokut, me qiellin dhe me tokën, çdo gjë. Ne ankohemi pse bie shi, ne ankohemi pse ka nxehtësi, ne ankohemi pse po bie borë ose edhe atë që ankohemi, atë të rriqni, pra çdo gjë ne do t'i planojmë. Kur nuk ka shi u tha këto, u than ato. Kjo nuk është jeta. Dielli ka edhe hënën, nata ka dhe ditën, edhe ne kemi këtë trup të mrekullueshëm, kemi edhe mendjen, kemi edhe shpirtin. Pra që të gjitha, kur them shpirti është në nahën, është toka, kur them dielli është me të vërtet mendja, është dielli edhe dita, sepse ne veprojmë në këtë. Pa diell nuk do të kishte jetë. Sistemi diellor mban gjithçka, planetit, tokën, në dhe nën që jemi të varur, sepse kur kemi lindur me diellin, me hënën dhe me planetet. Kjo mençuri është që ne na drejton hap pas hapi. Okej që kemi jetuar me dhimbje. Tani është koha afatikor. Është koha juaj shmëntra, është koha ime sepse është. Dhe është mrekulli, ne do të jetojmë që të gjithë të lirë. Prandaj, çfarë kërkohet është, nëse ndjeni të vetmuar, kujdes, shënim, që jeni me dhimbje, është që ju e krahasoni veten me të tjerë dhe i thoni vetes, wow, shipe të tjerët më mirë se unë, e të tjerë. Kujdes që të gjithë ne kemi të njëjtën rrugë, sepse jetojmë në këtë realitet. Që të gjithë kemi kaluar sfidat tona, që të gjithë kanë probleme në familjet tuaja, ju nuk kemi pse krahasoni veten me të tjerat. Çfarë do lloj që të hedhin nëpër social media, ju nëse ndjeni vetmuar, ju jeni me dhimbje, por tani pranojeni veten, nuk keni pse krahasojeni me të tjerët. Hiqni dorë përkohësisht nga televizori, nga social media i të tjera, hiqni dorë. Njerëzit që vazhdojnë edhe ekspozojnë jetën e tyre hap pas hapi, sidomos për Facebookun e për të gjithë është mirë sepse përfitojnë ato, por është një lidhje e mirë, po ju lidhuni me rezorimin, nuk keni nevojë për sasi njerëzish. Ju nuk ndjeni të vetmuar sepse keni nevojë për shumë njerëz, për sasi njerëzi. Ju keni nevojë për njerëzi që ju ngrenë energjinë. Pra ju ngrenë ju me njerëz që ju bëjnë ju që të ecni me kënaqësi në këtë jetë. Pra kjo është që nuk keni pse krahasoni veten me të tjerët.
Dhe ndërkohë bëj atë që të bërë ty kënaqësi. Dhe brenda në shtëpi, atë që ndjet e kënaqur me ty, ti nuk ndryshon tjetrin, po ti të bësh atë që të kënaq ty dhe ti japësh kohë vetes. Prandaj, reflektoni me veten tuaj, reflektoni me qëllim që të arrini në paqen tuaj të brendshme, të arrini në vlerën tuaj dhe lidhuni me njerëz për të cilët ju rezoroni. Pra ju nuk jeni vetëm, kur nuk do të jeni vetëm. Ju kemi ëngjëj, vetë një person nga ne kemi ëngjëj. Djana ka ëngjël djanën, ka mbesën, ka djalin. Sigurisht prindrit që më kanë ikur, por tani në këtë jetë, këta janë ëngjëjt e mi, sikurse kam dhe plot fuqininore, se jam e lidhur me plot fuqit e mençura të universit, të pararzve tanë, apo edhe apasapi, që i ndjek se dita e sotme, më që atë që bëj sot vazhdojnë, është për sot, nesër një gjë tjetër, po jam e lidhur, pra nuk jam vetëm. Pëllumbi më vjen çdo ditë, jo pëllumbi më vjen atyre kur nga faza në fazë jam në rritje, është lajmëtar, është paqe, është liri, më vjen në shtëpi, po këto i kemi që të gjithë, Gjithsesi, edhe fundit është humbja e besimit. Shkëputja nga shpirti. Kur ne humbi besimin, ne jemi të shkëputur nga shpirti. Pra, me këtë kam këtë që ne keni humbur besimin edhe me familjarët tanë, edhe me partnerin tuaj, apo me kolegët e tjera. Pra, ne keni humbur besimin me njëri tjetrin, sepse ne jemi të shkëputur nga shpirti, dhe kjo ka të bëjë me të vërtet me atë që jo me besimin, ku beson njerëzit, nuk kam bëj me besimin fetar, apo çfarë ndishnje të tjera, besimi në veten tonë. Besimi në veten tonë është zemra jo. Për ca kohë ne mbajmë zemrën të mbyllur, ne kemi humbur veten tonë. Pse? Sepse kjo zemër, si që tregova, është astrale, pra ne jemi të lidhur, është zemra në mes tonë, është kjo shtyllë kurizore, 7 chakrat, kjo zemër është astrale, ne do të shërojmë emocionet, pra dhimbjet që ne kemi, nga e kaluara, nga eksperienca jetës tonë, nga familji, apo gjatë në çdo lloj marrëdhënie, sipas asaj që ju jeni, ne do të lirohemi nga këto gjëra, ne ndihmohemi dhe ne fillojmë edhe lidhemi me zemrën. Në moment që hapet zemra, ne fillojmë duam veten. Pra ne duam veten, pse? Sepse dikush thotë unë dua veten, po ta duash veten nuk ke lëndime, çfarë thonë të tjerët. Nuk të pengon, edhe pse ka kriza, edhe pse ka ndryshime të tjera, apo çfarëdo lloj, nuk të pengon njeri, je e lirë, sepse do veten, ke atë vlerën tënde. Pra, po në qoftë se ju keni pengesa, si që tregova deri tani, është ajo që është shpirti vuajtur, dhe në këtë rast ke humbur besimin, dhe shpirti tani na fton që të gjithë që të lidhemi me këtë, dhe të është hapja e zemrës. Vetëm kjo mënyrë është që ne do të arrijmë me të vërtet të lidhemi me identitetin tonë, me vlerën tonë, dhe kjo është në momentin që ne hapim zemrën, ne lidhemi me besimin, dhe çfarë kuptojmë gjatë kohës që ne vazhdojmë procesin, duke u lidhur me zemrën tonë, pra procesi bëhet më lehtë, ne lidhemi me sinkronizimet, ne lidhemi që jeta bëhet akoma, edhe pse është pra me mistere, është ajo që ne nuk e kuptojmë, shpirti na motivon, na drejton, thërrimet e shpirtit, ku çfarë shohim bëjmë, dhe ne kuptojmë që ne jemi lidhur edhe me fuqinë tonë më të lartë, që është zemra jonë. Dhe kur them zemra është burimi e energjisë, pra kemi hapur energjinë femërore, kemi hapur dhe atë energjia maskullore është bërë e qetë, pra mendja është e qetë, shpirti është në paqe, dhe kjo është ne arrim në identitetin tonë, kjo është ne arrim besojmë në veten tonë. Këtë do krijesa të arrim në vetë besimin tonë. Pra nuk e kam fjalën me besimin që besojnë njerëzit në për fe. Atje ku besohet, flitet për Zotin, po janë në pa fuqi. Pse? Sepse është vetëm me anën mendore, pra në fuqinë vetëm me 5 qisat, dhe në këtë rast bëj, por nuk të rreqin sepse nuk e kanë zemrën të hapur. Dhe zemra e hapur është Zoti, nuk një fe. Zoti jeni ju, Zoti jam unë,
por që të jemi me vërtet në atë, sepse është ekzistenca, dhe ne jemi pjesë e kësaj ekzistence. Pra universi drejton energjinë, ne jemi energji, dhe ne krijojmë tani që të lidhemi me dy energji që të arrim në besimin ton, të arrim të hapim zemrën, këtu është identiteti jonë, është inteligjenca në këtë trup është inteligjenca jonë, pra mendja është energjia jonë, kjo energji tërheqëse që na drejton, është intuita jonë, është energjia femërore, është magnet të rreq, ashtu sikurse edhe informacioni që kemi në trup e mban trupi jonë. Asgjë nga ne nuk ka humbur, që në barkë të nënës e deri këtej, por ne nuk i mbajmë mend sepse ne jemi të zënë me mendjen, jemi aq të ngarkuar që nuk është jona, por është e marrë nga të tjerët, sepse ne e humbëm veten tonë duke bërë gjërat që donin të tjerët. Ne humbëm vlerën tonë, ne humbëm besimin në veten tonë. Prandaj nuk ka të bëjë me besimin se ku besojnë njerëzit, ajo është në pafuqi. Tani është koha që edhe ju që besoni, lidhuni me veten tuaj, pra që besoni në çdo lloj feje, lidhuni me veten tuaj me qëllim që të kuptoni që Zotin e keni në zemër. Kjo është të kuptoni, në qoftë se ne kemi humbur besimin, janë disa shkaqe që është shkëputja e shpirtit, tragjedit që ne kemi kaluar, pra trauma, drama që duhen liruar. Sigurisht nëse jeni në këto kanale, ju keni informacion, shkruani, unë do lidhe me ju se s'ban, shkruani vetëm të vërtetën për atë që ju doni. Nëse nuk e shkruani të vërtetën, ju akoma qëndroni me dhimbje. Nuk ju njeh njeri, ne jemi një komunitet dhe ne lexojmë mesazhet e njëri tjetrit, ne përcjellim energjinë e njëri tjetrin. Ju merrni energjinë e Dianës, është një bekim, është energjia e plot fuqisinore, është energjia se unë jam jam ëngjëlli që lidhe ura midis qiellit dhe tokës, ku jap mençurinë e mësimeve të prarësve, por edhe të eksperiencës jetës time, dhe kjo është ne do të lidhemi me besimin në veten tonë, në dy këmbët tona në tokë dhe në qiell, sepse ne jemi të lidhur. Pra kjo është të arrim në paqen tonë të brendshme, dhe dhimbjet, tragjedit, ndoshta e keni që humni besimin, pritshmëria për atë që ju ndërroni dhe nuk e arritët. Pra pritja e asaj që nuk e kemi arritur, tjetër mënyra që ne jetojmë, pra të shkëputur nga zemra me pavërtetësi, pra me frikë, me gjykime, duke kritikuar të tjerë, duke gjykuar të tjerë dhe nuk shikojmë në veten tonë, duke gënyer me veten tonë. Tjetër besimi që kemi krijuar që fëmijë, për shembull Diana krijoi atë, unë nuk do lejoj kërkën të më lëndoj mua, ishte besimi im, ashtu sikurse është turp të ndahem me tjera. Shpirti vjen një moment që vërtet të gjitha këto janë që ne humbim besimin. Prandaj, për të lidhur me këtë lloj besim, është ky proces i zgjimit, kërkon durim, kërkon dëmshurin tuaj. Nuk keni pse e kritikoni veten, nuk keni pse e gjykoni veten. Në fund të fundit çfarë kaluam është e kaluara jonë, nuk mund ta kthejmë. Ne do ta transformojmë atë duke njohur të metat tona, vetë ne të metat tona, për atë pse jemi lënduar, lidhje që ne kemi patur me të tjerët, dhe kjo kërkon durim, vendosmëri, guxim, ashtu sikurse edhe dëmshurinë në veten tonë. Mësoni që të gjithë vetëm në këtë mënyrë do të arrim të lidhemi me besimin tonë. Ajo që kuptohet është zgjimi i shpirtit, sinqerisht nuk mund të gënjej. Në qoftë se ju nuk zgjoni shpirtin tuaj dhe do të rrini vetëm me mendjen, është e drejta juaj, nuk ju gjykon njeri, por në qoftë se keni shpirtin e vuajtur, kërkon të filloni të lidheni me veten tuaj, çdo ditë nga pak, duke filluar meditimin, të lidhesh me natyrën, të ulesh atë çfarë ndjeve në meditim, mbaj shënim, ku të erdhi dhimbja, çfarë ndjeve, çfarë mendimi të erdhi, si e kalove ditën, kush të shqetësoi, çfarë ndjeve në moment e tjera, ashtu sikurse dëgjoni muzikë të shpirtit, po kështu lëvizni trupin, 2-3 ushtrime të jogës, nuk është e thënë të harxhoni gjëra, janë falas, të bësh frymëmarrjen, të marrësh frymë 4 herë, e merr 4 herë, e mban 4 herë lëshon, është falas. Bëje 100 numërime, bëje ç'të gjen, aq më shumë ti liron, çliron emocione, çliron energji, merr frymëmarrja është karburanti i shpirtit, duke çliruar energji, fuqizon
qelizat e tua, qelizat e vdekura, dalin nga trupi juaj kur shkoni në banjo e tjera, duke vazhduar higjienën shpirtërore. Pra çdo gjë nga pak, të dalësh të shohësh diellin në shpalas, të dalësh në balkon të shohësh qiellin në shpalas, të kërcesh të këndosh në të plot, edhe kur nuk e shef, qofse ecën me fazat e nënës dhe i dini këto shpalas, të shtresh të barë shpalas, të përqafosh veten, të shohësh veten në pasqyrë shpalas, të marrësh të telefon njerëzit e tu që të ngrejnë shpalas, çdo gjë shpalas, pra nuk ka pse e kërkoni, të bësh masazh trupit kur lahesh në dush, ta përkosh këtë trup, të ndjesh atë ujin që lëshohet që është rrezet e diellit që të mbushin me dritë, shpalas, gjithçka shpalas, çdo gjë, të bëni lutjet tuaja për atë që dëshironi, është shpalas, për atë që a do të shërohesh, a do ç'a do të manifestosh, por është dhe veprimi juaj, nuk mund të gënjej, në qoftë se ju vetëm dëgjoni dhe nuk lidheni me trupin tuaj për të ndjerë çfarë ju ndjeni, sigurisht është një pengesë sepse rrini të njëanshëm. Prandaj ne do të fillojmë pa gjykuar mendjen tonë, thjesht e lëm atje sepse e dim që kemi qenë të ngarkuar, ajo na pengonte, nuk kanë qenë tonat, nuk do t'i gjykojmë, ashtu ishte niveli. Tani, në këtë moment, të jetojmë në momentin prezent për të ndjerë këto dhimbje, pra me qëllim që të fillojmë tani dhe të ecim përpara dhe ne ndihmojmë se është energjia, është jehona që jo vetëm që keni informacion, por është vetë energjia e kohës që do të na ecim përpara. Shqipni fëmijët tuaj kanë tjetër energji. Prandaj kujdes, nuk keni pse i gjykoni, ata do të ndjekin rrugën e tyre, jini të vëmendshëm, por shëroni veten nëse keni probleme edhe në këtë rast me shpirtin e vuajtur, dhe jeni të sigurt që ne do të arrijmë, do të kthejmë besimin ton, dhe kur ktheni besimin jeni lut me shpirtin, dhe kur them shpirti do të thotë zemra dhe mendja, pra dy energjitë janë në harmoni dhe ne jemi kthyer në origjinën ton, ashtu si dikur fëmijë. Për të arritur këtë është bëni pyetje për atë çfarë po ndjeni në këtë moment, reflekto, pra realizo me të vërtet atë çfarë ndjen çdo ditë e të tjera, dhe e gjitha që bëhet është me të vërtet që do të arrini në bukurinë e jetës duke u kthyer në veten tuaj, dhe sigurisht çdo gjë do të shërohet, dhe jo vetëm që do të pranoni atë çfarë ndodhi tani me ty, por ju do t'jeni në gjendje që të liroheni edhe të fluturoni sepse e meritoni. Kjo është video për sot dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.